Irani dhe Omani kanë bërë përparime në bisedimet e 5 kushtit për një korridor lundrimi nëpër ngushticën e Hormuzit, duke u pajtuar për koordinatat gjeografike të këtij korridori, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Ismail Baqai. Sipas Baqai, Teherani dhe Maskati kanë zhvilluar bisedime gjatë muajve të fundit për aspektet të ndryshme të korridorit propozuar. Ai shtoi se të dy shtetet pothuajse kanë përfunduar një deklaratë përbashkët me kush që palët të treta të mos e pengojnë procesin. Me herët gjatë ditës, presidenti amerikan Trump tha se kjo rrugë ujore do të riapet së shpejti, duke kërcënuar se do të godas Iranin shumë ashpër nëse Teherani refuzon të negociojë për rihapjen e saj. Ata e kuptojnë këtë, nuk kam zgjidhje tjetër, shtoi ai. Në intervistë për Fox News, Trump tha se po ashtu po zhvillohen diskutime shumë të mira me autoritetet iraniane, megjithatë agjencia shtetërore iraniane e lajmeve IRNA raportoi se sipas Ministrisë së Jashtme iraniane, ditët e fundit nuk janë zhvilluar bisedime mes Washingtonit dhe Teheranit. Mbyllja e ngushticës, që një kohë të gjatë është një nga çështjet qendrore në luftën mes Shtetit të Bashkuar dhe Iranit, si dhe një nga pengesat kryesore për arritjen e një marrëveshje për të dhënë fund konfliktit më të gjerë në lindjen e mesme. Që në ditët e para të luftës, që nisi në fund të shkurtit, Teherani kufizoi qasje në këtë rrugë ujore, duke çrregulluar tregjet globale të nafsës dhe duke shkaktuar një rritje të ndjeshme të çmimeve.